Dhe negociatat me pronarët, transakcion me pronarët, janë një çështje mes palëve në cilën ne as nuk kemi hyrë, as nuk ka qenë nevoja të hymë dhe as nuk kemi pas asnjë interes të hymë. Ne jemi të fokusuar tek Sazani, për të cilin akoma nuk kanë përfunduar negociatat, miqtë e mi. Dhe dini pse s'kan përfunduar negociatat? Se ne duam pjesën e shtetit shqiptar dhe negociohet. Rrethimi i pronës është bërë bazuar tek leja e zhvillimit. Do t'ju them më pas që është dhënë leja e zhvillimit, të cila nuk është leje e ndërtimit. Por rrethimi i pronës është një drejtë e çdo pronari kur merr lejen e zhvillimit. Nga ana tjetër, a ka pretendime për pronësi mbi atë territor? Për herë të parë dje dëgjova që aty pas ka një popullsi homogjene greke, këtë nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë, ndoshta nga që jam ignorant dhe nuk i di shumë gjëra. U mahnita nga deklarata e Ministrisë Jashtme të Greqisë, sepse ishte një akt dhune pa diskutim, por nuk ishte një akt dhune shtetërore, siç për shembull ndodh me shqiptarët në burgjet e Greqisë. Ose siç ka ndodhur më parë me shqiptarë edhe në rrugët e Greqisë. Ishte një akt dhune nga një grup rojesh private. Dhe që të ngrihet shteti në këmbë dhe të nënvizoj etnin e protestuesit, kjo është diçka që sipas meje nuk i shërben marrëdhënieve tona, që janë përsëri në ditët e tyre më të mira. Por këtë e futa këtu për të thënë diçka tjetër, që pretendimet janë legjitime, por ato zgjidhen në gjykata, sepse ndërkohë titujt e pronësisë janë baza e çdo veprimtarie dhe jo pretendimet. Siç ndodhi dhe atje lart në Baksuriol, ku toka ishte e blerë nga pronarët atje që kishin letrat. Disa të tjerë ishin pretendent, por nuk mund të zhvillohet dot vendi nëse mbetet pezull mbi titujt e pronësisë dhe mbi pretendimet. Pas gjithë katrahurës që ne kemi trashëguar për fat keq.